Jemi në qendrën e votimit në fshatin Prilep, këtu ku më herët kandidatja e PSD-s për kryetare Deçanit e publikoi një video me pretendimet që zyrtarët e AK-s po ushtrojnë presion mbi qytetarët. Ne kemi marrë një përgjigje edhe nga zyrtarët e AK-s, të cilët i kanë mohuar akuzat. Po ashtu edhe menaxheri i kësaj qendre tha se deri më tani nuk ka pasur ndonjë parregullsi që e ka penguar procesin. Kallzo.com ka kontaktuar edhe me policinë e rajonit të Pejës, të cilët kanë thënë që hetuesit kanë qenë në këtë qendër dhe nuk është hapur deri më tani ndonjë rast për ndonjë parregullsi. Unë si kandidate për kryetare e kom përcjell procesin, kom qenë ngushtë në kontakt me vëzhguese komisioner. Kemi raportu për secilën parregullsi që kemi pa. Tu fillu për shkollës Prilepit ku kryetari i nis Selim Lokaj ka qëndruar në atë shkollë, mora informatë që ende qëndron para klasës në korridore, gjë që është e ndaluar. Duke di që dhe drejtorat i kemë shumë politik në Deçan, edhe në shkollë Prilepit, edhe tutje nuk po ka tërheqje të vërtetës dhe reagim, kështu që militantët e AK-s janë kudo. Në për korridorët shkollave, në për parat shkollës dhe duke ju bërë presion njerëzve për votim. Gjithashtu për një kohë gjatë ka qëndru Hajdar Sutaj, i cili është, si themi, kryesuesi listës së AK-s në Deçan. Ai thotë që ka qëndru vetëm sa për votim për familjen, mirë po kush ka qenë aty e ka pa që ka qëndru shumë gjatë. Pra, na e dim që shkon Deçan, AK-ja është mobilizuar që vllaznin militantat mi shkep në për rrugë para dyrëve të shkollave dhe mi kap njerëz për krahu. Për këto po bëj thirrje prokurorisë edhe KQZ-s me qenë vigjilent. E vërteta është, siç jam apostrofua edhe unë personalisht nga një subjekt i caktuar politik, i sfidoj publikisht që t'i marrin kamerat edhe ta shikojnë me kënd jam shku unë në qendrën e votimit. Sa kom qëndru në qendrën e votimit. Jam shku me nënën time, me motrën time, me bashortën time, me vllahun tim, me konatën time, edhe qëndrimi im në qendrën e votimit ka qenë aq sa ka qenë e mundshme na me votu. Edhe aty kur jam në qendrën time të votimit, në klasa ku ne votoj dhe familja jame votojnë, para me ka hi bashortë jame me votu dhe kemi qenë pritje që me hitë të tjerat në rallë. Nëse është e kundërta, atëherë ne i lës ata le të drejtojnë organeve të rendit ose le të kërkojnë falje publikisht, ose unë ose ata. Përndryshe kjo është një mashtrim, si gjitha mashtrimet e radhës. Përndryshe, ne jemi komunikim të vazhdueshëm me komandantin e policisë, me prokurorin e shtetit, e gjitha raportimet tona për parregullësit i kemi adresu të organit kompetente, po jo ndërsa sa i përket raportime për në shkollën e Prilepit, personit për cilin është apostrofuar kryetari i rinis është banori i atij fshatit, është votuesi i atij fshati, ka shku për me kry procesin e votimit edhe si shihet në video kur gjë nuk është të bo. Thjesht është tu prit për me hi në klasë, për me votu edhe është përshëndet me një njerëz si zakonisht që mundën më përshëndet njerëz ku takohen, sepse Prilepi nuk është sa Londra. Është një fshat i vogël ku krejt janë mes familjar, edhe më i përshëndeten edhe me persona tjerë, subjekte tjera politike, lese mo që janë krejt vllazëni mes vete. Po qendra e votimit 0-111 tonë në fshatin Prilep, është që nga ora 7 kanë fillu votimet, çdo gjë ka qenë në mënyrë të rregullt, është po qarkullon një video që e kom pa edhe unë, nuk ka të bëjë asgjë diçka me pa rregullsi, ka qenë një person këtu ka ndaj disa minuta, po e kom largu me kohë jashtë që asgjë nuk ka paraqit ndonjë rrezik ose ndonjë keqpërdorim. Këto tha me plot përgjegjësi, edhe plus është i fotografuar personi që ka qenë të shku në votim, o dal, kështu që asgjë deri më tani është çdo gjë të shkuar në rregull.